Në një seancë që zgjati deri në orët e para të mëngjesit të së premtes, Kuvendi i Shqipërisë miratoi projekt ligjin e paqes fiskale dhe paketon e buxhetit për vitin 2026. Projekt ligji për paqen fiskale u votua me 75 vota pro dhe 20 kundër dhe parashikon faljen e mbi 2 miliard euro detyrim tatimor doganor, gjoba dhe kamatavonesa deri në vitin 2024 për bizneset shqiptare. Projekt ligji përfshin edhe masa për procedurat tatimore, rimbursimin e TVSH-s me 10% të monitorimit dhe qarkullimit të tatimit mbi të ardhurat dhe rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Debati për paqen fiskale ishte tensionuar dhe u shoqërua me 100 amendamente të paraqitura nga deputetët të gjithë grupeve parlamentare. Ndër amendamentet më të rëndësishme ishte dhe ai socialistit Erion Braçe që kërkonte deklarimin e burimit të fondit dhe pronarin përfitues, por propozimi u rrëzua me votat e shumicës socialiste. Opozita e ka cilësuar ligjin si një amnisti fiskale të fshehur dhe projekt ligji porositur me qëllim pastrimin e parave të pista, duke e bërë thirrje që presidenti të mos e dekretojë dhe paralajmëron se do ta çojë në gjykatë kushtetuese për shqyrtim. Të gjitha propozimet që kanë bërë thellojnë këtë karakter duke ndarë shumë qartë projekt ligjin me mundësinë e shfrytëzimit të tij për të pastruar para. Ky projekt ligj për marrëveshjen e paqes fiskale është thjesht një amnisti fiskale e fshehur dhe një projekt ligj i porositur me qëllim pastrimin e parave të pista, të krimit dhe të korrupsionit. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kërkova që ligji për marrëveshjen e paqes fiskale të tërhiqej nga rendi i ditës. Disa nga kolegët kanë bërë amendamente për të përpjekur për të kufizuar dëmet që ky ligj ka dhe që do të ketë në ekonomi. Por ne besojmë dhe gjykojmë që ligji është antikushtetues. Ligji cënon barazim përpara ligjit, ligji nga ana tjetër hap edhe një shteg për pastrimin e parave, jo se në ekonominë shqiptare po ndodh pak ky fenomen. Ligji ka mungesë transparence, ligji cënon konkurrencën, ligji është një nga ligjet më të lobuara që vijnë këtu në Parlamentin e Shqipërisë. I bëj thirrje presidentit, megjithëse dyshoj që ai ta dëgjoj, që të mos votoj, të mos dekretoj këtë ligj dhe nëse edhe kjo ndodh, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do ta çojë ligjin në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë, vetëm disa ndryshime të vogla miratuan në paketën fiskale dhe buxhetin e shtetit, duke përfshirë rialokim të fondeve për 12 institucioneve publike dhe shtimin e punonjësve. Buxheti i përgjithshëm për vitin 2026 është 8.9 miliard euro dhe fokusohet kryesisht tek pagat, pensionet dhe investimet publike, duke miratuar me 81 vota pro dhe 16 kundër. Kritikët e ligjit paralajmërojnë se ai mund të kryejë hapësira për evazion fiskal dhe të cënojë konkurrencën në treg, ndërsa qeveria e quajë një hap të rëndësishëm për mbështetjen e biznesit dhe për rregullimin e detyrimeve të prapambetura.